Muaji Ramazan po sjell një atmosferë të veçantë në çdo cep të botës. E tillë është edhe Xhilani. Ky është një muaj devotshmërisë, reflektimit dhe solidaritetit, ku zemrat afrohen me Zotin dhe me njëri tjetrin. Duke shëtitur në rrugët e Xhilanit, shijuam nga afër atmosferën e Ramazanit. Intervistat me qytetarët zbuluan se si ky muaj ndikon në jetën e tyre, si e përjetojnë agjërimin dhe adhurimin, cilat janë tradita që ruajnë me kujdes dhe si e ndajnë gëzimin e këtij muaji me të tjerët. Atmosfera e Ramazanit është shumë e mirë, dita është e shkurt, më përretje s'po kemi, edhe gjithashtu edhe uri s'po kemi. Ti personalisht çish me përjeton? Shumë mirë, kur ma mirë s'o kam. Kur agjeron Ramazan, domethënë je i qetë, je gjitha të mirat, domethënë duket se po të vinë të gjitha të mirat. Për muslimanët është ma interesante. Çiki muaj është për muslimanët. Kush don me majt, është mirë, kush don, ajo puna e tina është. Veç çish po kalon për Ramazan? Shumë gjizdita, kundra vjet dhe jam original. Çka ka Gilana se më interesant çat pikë? Interesant, shkojnë taravih, falin, çato. Ti personalisht çish po i përjeton këtë Ramazan? Unë mirë, po i kam bërë do vite, shumë vështirë. Për dikë tjetër, vlerësim të madh ka zbukurimi i qytetit me dekore e ndriçim të veçantë. Gjelan gjithëherë ka shkuar, ka filluar dhe ka shkuar marrë mirë, ashtu si na dimtar fillojmë. Është edhe këtë vit ashtu, ke shkuar mirë. Elhamdulillah, për të marrë Zot, gjithçka është në rregull deri këtë moment. Këtë vit edhe më mirë se sa vitet tjera është dritat e mirësiot e kuptuat këtë. Zbukurimi i sheshit ju ka bërë përshtypje juve? Mirë po, seja. Po në rregull gjithçka. Atmosfera në Gilan është përgjithsisht shumë bukur. Shumë, se jo pak për shumë. Ka të ri që tashti sa të duhesh. Përpara s'ka pas, para një 5-6 vjetë s'ka pas, e që tashti xhamia plot është ri. Për respektojnë fenë, namazin, këto gjonat elementare shumë bukra janë. Njëherë për njëherë, të shka e Zoti se di. Ti vetë çish po përjeton Ramazan? Unë shumë bukur. 86 vjetë i kom bo, e një noj me taravi, me Ramazan, këtë në rregull është. Për dikë tjetër, ndryshim pozitiv është që këtë vit ka shumë më shumë agjërues dhe shumica e tyre janë të rinj. Jemi shumë të kënaqur edhe me Ramazanin, sidomos si vjet po mduket se ka agjërues shumë më tepër se vitin e kaluar, me iftare, me vizitat familjarëve, me krejt. Edhe por unë akoma këto iftare të tjera organizime. Po, si vjet është pak më iftaret janë më të shpeshta. Më të shpeshta janë iftaret të familjarët normal, edhe të shokët, të miqësia, të gjithë këto. Kjo na gëzon pa mas. Edhe taravit janë plot, jemi të kënaqur edhe me imam, me Bashkinë Islame të qytetit Gjilanit për organizimin, dekorimin e qytetit për Ramazan që deri tash nuk ka qenë kjo. Sot është kjo dukuri e mirë, e inshallah dhe Ramazanet tjera e dekorojnë kështu qytetin. Atmosfera e Ramazanit në Gjilan është e organizuar në atë mënyrë që veç me i marrë lakmi, që s'ka si bëhet më mirë. Me iftara, me shkumje të ardhje në për miqësie, shokë, çka di unë të afërme, nuk ka të ndalur. Për shembull, për veti po flas, di iftare ku mund të tash. Tu thirrë edhe ne edhe këne edhe ato. Që është një kënaqësi shumë e madhe që vetëm njeriu që mund me përjetuar atë besimtari fort që është. Veti personalisht, çish po e përjeton këtë Ramazan? Unë për veti kam shumë kënaqësi të mëdha. Pastaj falenderoj Allahun që më ka dhënë jetë për me përjetuar edhe këtë Ramazan. E inshallah presim edhe shumë Ramazana të tjerë. A na tregon që sa Ramazana i ke përjetuar? Po vallahi se kam numëruar që janë me siguri veç pak. Dikon rreth 40. 40 Ramazan.